Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Palas të Himarës pas ditën e kësaj të shtune. Një punëtor ka humbur jetën gjatë punës në kantierin e ndërtimit. Sipas policisë, aksidenti ka ndodhur teksa punëtori 26 vjeçar Elidon Pashaj po punonte brenda kantierit duke kryer manovra me mjetin fadrom. Ai ka aksidentuar Kreshnik Haska, 45 vjeç, punëtor po në të njëjtin kantier. Punëtori Kreshnik Haska, si pasojë e dëmtimeve të marra, ka ndëruar jetë gjatë transportit për në spitalin e Vlorës. Në ambientet e komisariatit të policisë së Himarës është bërë menjëherë shoqërimi i shtetasit Elidon Pashaj për veprime të mëtejshme hetimore. Ndërkohë grupi hetimor po vijon punën për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë së Sarandës kanë referuar materialet në prokurori dhe kanë nisur procedimin penal për shtetasit me iniciale AD, 33 vjeç, banues në Ksamil, pasi ai dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë kanë arrestuar shtetasit me inicialet PF, 62 vjeç, banues në Fier, pasi në aksin rrugor Vlorë-Novosel u konstatua nga shërbimet duke drejtuar automjetin në gjendje të dheur. Ndërkohë shtetasi me inicialet EI, 34 vjeç, banues në Fier, është konstatuar në kryqëzimin e fshatit Nart duke drejtuar automjetin në gjendje të dheur. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Sarandë kanë referuar materialet në prokurori për vlerësim, pasi në datën 17 janar 2026 shtetasi me inicialet EO, 23 vjeç, në rrugën Panorama duke drejtuar automjetin ka humbur kontrollin mbi drejtimin e tij dhe ka dalë nga rruga. Si pasojë janë dëmtuar 2 pasagjerë që udhëtonin me të cilët pas ndihmës mjekësore janë larguar për në banesë.